Ndërmarrja publike rrugës shtetërore vazhdon me të njëjtin avaz e përjashton gjuhën shqipe nga tabelat rrugore të vendosura në vendkalimet kufitare. Tabela rrugore vendosur në pikën kufitare Tabanoc, ku thuhet mirë se vini në Republikën e Maqedonisë së Veriut, është në 3 gjuhë, maqedonisht, anglisht dhe frëngjisht, por jo dhe në shqip. Ky veprim ka nxitur reagime të ashpra në opinion, ndërsa ka reaguar edhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Nënkryetari i BDI-s Bujar Osmani e ka cilësuar këtë si një veprim shqetësues që prek barazinë dhe përfaqësimin e shqiptarëve në shtet. Sot, pa fije shqetësimi, u vendosën tabela shtetërore pa gjuhë shqipe në Tabanoc. Ndoshta dikush mendon se po e shoh këtë si mundësi për opozitarizëm. Sinqerisht, sot nuk kam as vullnet as dëshirë për politik. Jam jashtëzakonisht i dëshpëruar dhe i shqetësuar, sepse gjuha shqipe nuk është e një partie, është e jona, është ajo që na tregon se edhe ne i përkasim këtij shteti, se edhe ky shtet është i yni. Ai është drejtuar edhe qytetarëve shqiptar që kanë mbështetur Vlenin, si dhe qytetarëve maqedonas, duke i ftuar të mos heshtin përballë këtij veprimi. Në ndërkohë, zëvendës drejtori i doganave Mustafa Daudi pak më parë publikoi një video ku tregon një tabelë në këtë lokacion, e cila ka mbishkrim edhe në gjuhën shqipe. Megjithatë, kjo tabelë në këtë lokacion është vendosur vite më parë kur shteti ndryshoi emrin. Ndërkaq kjo e cila u vendos së fundmi është tjetër. Kjo nuk është hera e parë që gjuha shqipe përjashtohet nga mbishkrimet e tabelave rrugore. Në vend janë regjistruar disa raste, ndërsa shumë tabela nuk figurojnë as pak në gjuhën shqipe.